Si ishte historia e Nesi Josifit, agentit zbulues dhe diplomatit shqiptar në Rom? Po. Nesi Josifi ishte prokuror ushtarak Shkodër. Po? Mik i ngusht me atë prokomurën në luftë. Dhe kur caktuan 4 ushtarakët, u morë ky nga prokuror dhe bilequan me gradë diplomatike më lart këshilltari i ambasadës. Se është këshilltari, s'ka të parë vimra këto. Dhe mas 4 muajsh që ishin ata në ambasadë, një darkë vijnë 8 policër. Dhe hyrën në ambasadë për reprezalja ambasadë, kontroll të zakonshëm. Po? Dhe ambasadore proteston. Që është kjo e? Dhe nëse e la palton kështu vendosur me këtë karrike, dhe tha, do i këtë habu këtë do këtheja. Iku nuk u këthyja. Alarm, 1 ditë, 2 ditë, Ministri e Jashtë, Ministri e nuk këtë fa, kishon Milano. Kërkon ambasadori takime të drejt për drejt. Nuk e lidhe pala turke, pala italiane. Thoshte do tjetë me 2 italiane vetë. Nuk shkon vetë ambasadori, dërgon Abbas Fezon, këshilltar ambasadës. Dhe bët takimi në hotel. Ata nuk pranojnë, thotë kjo shkeli, thotë. A i thotë kam ik veti, thoshte e. Thotë orë zotëri, thoshte e. Do të tha, nuk pranohen, nuk lanë ballavaqimin, të shikosh telegramet, mesazhet Ministrisë Jashtme, debatet ndërshetërore, dhe e marrën pastaj nga Italia si amerikane me në Amerikë. Wow. E përgatit, ke libri, do të bijon librin tyja, që ka farë, dhe pastaj nga ajo Amerika e sonë Gjermani. Gjermani pësoj krizë psikologjike dhe sonë Greqi në spital psikiatrik, i cili vdik para 3 vjetësh në spitalin psikiatrik në Greqi. Kështu mbylli jetën. Në vitin 1959, është një dokument zyrtar, ati ndaloj hyrja kategorisht Shqipëri nga 201 veta. Një ishte dhe kyja. Në cilin vitet dhe një? 1959. Ishte në listën e kishte të tjerë, zoti Limaj, që nga agjendët, nga zbulusit, sonit trauma psikike? Po pa tjetër të. Tani, në historinë 25-90, në listat japin shërbimet, dhe veçani SKGB fare, në Shqipëri jepin 2 emra, të mos u të habityja. është zbulusi, Nesi, që është vënë në rang botëror. Josifi. Dhe Ismail Kadare. Shikoni listën. Vetëm 2 emra për Shqipërinë. Po pse Ismail Kadare? E vënë si taratisur nga Shqipëria në periudhë të vështirë. Me emër. Pra, si zbulus një dhe si ky personalitet në Shqipëri. Dhe Nesi Josifi u arratis. U arratis. Okej, kam një pyetje, a ka patur CIA plan për eliminimin e Enver Hoxhës? Po gjitha ato banda do hyrin në Shqipëri, çfarë objektivi kishin? Rrëzimin e pushtetit do të thonë vrasjen e Enver Hoxhës. Automatisht. Janë 1270 banda në vitet 47-56 që kanë hyrë në Shqipëri veriun, që u bën, që u azgjësuan ose u arrestuan, ja ke me shifra aty. Ç'është ishte objektivi? Po plani i asaja i Anglisë me ato Amerikën pa ato operacion do bënin në 47. Kush ishte? Pikërisht rrëzimi pas asaj do të thonë eliminimi e Enver Hoxhës. Tani kam një pyetje të tillë. Ju shkruani aty sepse doli lajmi para disa vitesh që ka pasur një vetëm në vitet 49-54 janë bërë 2334 provokacione në Shqipëri. Sa? 2334 provokacione. Ku janë vrarë 110 diversantë, ka vrarë shteti jonë. Dhe janë arrestuar 964. Po nga ana jonë sa janë vrarë? Këta diversantë? Natyrisht janë vrarë, ka shifra vrarë. Irakli Koçellari ka thënë janë vrarë 1000 persona. Po detyrimisht, unë kësa pike nuk hyra, po kam patë më shumë këto objektiv. Tani kam një pyetje të tillë. Ju keni shkruar në libër për një plan për atë të luftës bërthamore, që Shqipëria ishte e futur në si target, pra në qoftë se do kishte një goditje bërthamore nga Perëndimi, një nga vendet që do bombardojë ishte Shqipëria. Detyrimisht. Si ishte kjo? Mund të sjellësh? Bë plani i azgjësimit të vendeve komuniste. Në cilin vit? Pra, në vitin 1900 fund viteve 50. Jo. 60? Jo, është 59. Dhe ministri i mbrojtjes, duke bërë shaka, atje është thotë, në qoftë se keni njëri Shqipëri largoheni sa mparë. Ministri i mbrojtjes kujt? Sekretari i Shtetit në Amerikë. Sekretari i mbrojtjes. Keni njëri Shqipëri do shaka, hiqni sa mparë.
Se do bëhet hi, tha. Këta po ju. Në 59-ën? Po ora, plani për bombardim të Shqipërisë, vëdhe komuniste. Me bombë bërthamore? Bombë bërthamore që në Shqipëria, të nivelit taktik. Pra, ka 3 nivelit taktik, operativ, strategjik të të. Për Shqipëri, shdo Shqipëri. Po pse Shqipëria? Sepse Shqipëria ishte vënd kalimi i lindjes perëndim. Dhe doni që Shqipëria të humisit të pozicion. Ishte pozicion geostrategjik për Bashkimin Sovjetik e gjithë vendet e tjera. Ky ishte kalaja, si u bë Skënderbeu për nuk e la për të kaluar me atan, u bë dhe Shqipëria atë që bllokoi kalimin më teja. Po me atë bombë bërthamore Shqipëria bëshi? Prandaj thaj, shikoni keni njerëz largon do të hi thaj. E keni dokumentuar këtë? Të dokumentuar në libër. Wow. Këtë dokument janë çdo gjë është dokumentuar vetëm nga arshiva, nga dokumenta. Tani, kemi disa fotografi që do t'i shoqërojmë edhe me një koment nga ana juaj, po edhe me rrëfime, ju lutem regjia, fotografia parë. Ky është libri është një referencë që, siç e thotë dhe Mikado Shakoxha, referencë për gjithë ata që duan të kuptojnë luftën e ftohtë. Po luftën e ftohtë Shqipëria e humbi apo e fitoi? Në kuptimin e sigurisë të bërës kombëtare fitoi. Në kuptimin politik humbi. Mas prishte bashkimin me Kinën, solli shumë pasojë të mëdha. Pra që vendim politikë gabuara. Kë bëni fajtorën me Rozë? Kur erdhën dy mjekët francez dhe kinez, mendimi i kinezë ka qenë që mas kalimit të goditës si pësoj Enver Hoxha, të largohi nga pushteti. Ti e kupton vetë. Largimi i tija në atë periudhë, do të kështë sjellë gjëra shumë pozitive vazhdimsinë të teshtë Shqipërisë, një, dhe e dyta, do të kështë lënë dhe Enver Hoxha në një nivel më të lartë që nuk ishte koku ta sulmonin. Ai mbas asaj goditje, që i thaj si kapos bëni mbledhjen e byros politike dhe saktoni sekretarin para vendin tim. I tha se çdo bëhet dhe mbledhet byroja politike dhe Beqir Balloku prisi dhe emëron dhe Hystekap të propozonte Hystekapon. Beqir Balloku propozon Mehmet Sheun sekretar prapëdhjetëror. Ktu fillojnë përplasje. Vazhdimsi i them pasaj ku të pas plus 3 letrat për Mehmet Sheun. Mehmet Sheu apo kemi mbrapa? Kemi foto. Mbrapa kemi vazhdimin me Sheut? Mbrapa kemi? Po, kemi. Foto tjetër? Se do të pyes posaçërisht për Mehmet Sheun. Tani, këtu je me presidentin e Turqisë Sulejman Demirel. Presidenti Demirel është një personalitet botror, nuk është thjesht Turqisë. Dhe ai ka qenë mik besnik i Shqipërisë. Mik besnik. Çfarë bëri për Shqipërinë? Kur ndodhi kriza vitin 97, që ishte vazhdimi strategjisë piramidave me thash, ky ishte njeriu që president dhe komandanti i përgjithshëm i shtetit 82 milion, pikërisht se do të Shqipëri priste ata shërë ushtarak mesnatës. Mesnatës? Dhe në prezencën time, i dha telefonit Berishës, Berisha, largo qeverinë sa më parë, leri partit po bëni urgjentisht unitet e shpëtimit Shqipërisë. I ka thënë Demirel? I kem dokumentuar, I ka thënë Demirel? Demirel kam dokumentuar. Në të shtatën, ora. Dhe Berisha sa të gjë? Këmbgulja këtia është që të hoqe i qeverinë e Aleksandr Meksit. Të ishte? Bile i tha, po që nevoja edhe të jep dorëheqjen. Shqipëria rrezikohet. Të da 2 pjesë tha. Do ky ndikoi që Meksi të jep të dorëheqjen. Patjetër. Tani një pyetje kam se kështu ty je shumë i ri, po nana fizike kështu si ke qenë bëja stërvitje? Duke qenë tepër aktiv mendor dhe fizik, ruaj vetën time. Janë 2 fizike, truri dhe fiziku. Por në atë para pos pate trurin tjetë tamëm, trupi bje me njëherë. Po dhe pos pate edhe trupin? Po pa trurin më regu që trupi. Foto tjetër? Kjo është gjë e madhe. Kryeministri Patali Majko? Tani, trupat komando... Kush është ky? Shefi shtatëmallorisë turke, këvërkollua. Ju jeni aty me syze? Me mes të tyre unë. Po. Dalëm nga zyra shefi shtatëmallorisë. Po? Trupat komando serbe hyrë 20 km veri Shqipërisë, gjoja për të azgjësuar UÇK-n që hyrë brenda Shqipërisë. Po? Dhe Patali Majko merr telefon mesnatës. Dhe më thotë gjëra shumë e vështirë, kanë hyrë trupat Mars 99? Po, kanë hyrë trupat brenda Shqipërisë.
Dhe bëra takime Sheshtat Mallorisë, dërguam avion special urgjent në Rinas dhe sollu Pandeni Majkon, në Ankara. Wow. Bëm takimin me presidentin dhe vam të ky burr. Shefi shtat Mallorisë. Dhe atje Këvërkollu, Hysej Këvërkollu. Mos ishte shqiptar? Jo. Dhe mas i shpjeguam situatën, ai general vazhdimi Haki Karadajt i tha Majkos, ato që kërkove, tha, me bërdo nga unë, do të dërgojnë 24 orë. Dhe 8 avion kargo nga armata e Ankaras, ata ushtarak, i nisi në lezhë në Ligjadër, dhe kanë dhe u furizua divizioni Kuksit edhe ajo Matan. Unë nuk më duan shtetet kush janë. Mua më duhet qëndrimi tyre për Shqipërinë. Ajo periudhë ka qenë periudha më e lavdishme e raportet e Turqisë me Shqipërinë. Të gjithë e praktikën. E praktikën, ëh? Kush e? Amerika e praktisi. E dua Amerikën shumë, e praktisi. Në 99-ën jo, Amerika e bëri luftë. Unë jam prit mondial, prit sepse në 97-ën, pa 97-ën. Këto apo jo. Pra, Italia çfarë bëri? Do të pyes atë. Foto tjetër që t'i kalojmë shpejt. Janë shumë foto. Tani pritani. Kjo femër ti e the çfarë, po kur e kam lexuar të Reutersin në 97-ën, unë punoja te gazeta Krojon, larg duar nga Shqipëria, më ka emocionuar kjo grua. Kjo është gruaja e vetme në historinë e Turqisë që kryeministre. E vetme, s'ka pasur as para as pas. Kjo është Theçeri i Turqisë. Theçeri i Turqisë. Kupton apo jo? Por i gjanë dhe ish kryeministre së parë të Izraelit 49-54. Ajo trime e madhe që bëri deklaratën, në qoftë se neve do barazojmë krimin ekonomik dhe korrupsionin e qeverisë me tradhtin kombëtar bugrit përjeshëm, do shpëtojmë Izraelin. Shisa më do mësosh për neve sot. Ato gratë shkërqyra. Edhe Merkel i Gjermani, një e tillë është kjo. Prandaj punon Rama me gra. Rama prandaj punon me gra. Varet këtë zjedh. Këtu kjo është këngëtare. Këtu është dorë e saj, ë? Dorë e saj, po është e bërë fotografi me tia, e kam gjithë origjinale të gjitha. Tani, një gjë dua për këtë. Për çfarë bëri? Pse e bëri kjo këtë? Pse ndihmoi Shqipërinë? Ose shqiptarët e këmë në origjinën? Këshilli i Sigurimit Kombëtar në Turqi në atë periudhë me ligjin e Kushtetutën Turke përbëhej nga 5 ushtarak dhe 5 civil. Dhe gjithmonë presidenti bëhej me ushtarakët. Gjithmonë. Kjo është e kryeministre. Dhe raportimet e zhvillimeve të Shqipëri i bënte shefi shtatë madhërisë turke me drejtorin e zbulimit. Dhe Matan, ministri i jashtëm. Dhe bëj raporti me shkrim dhe përcaktoj pozicioni që do madhe shteti turk në raport me Shqipërinë. Okej, ju i dhatë informacion, po pse kjo mbajti këtij qëndrim? Sepse ishte vendi politik i shtetit turk. Këshilli i Sigurimit Kombëtar. Pse na mbronte në Turqi? Sepse atje ka një arsye? Turqia Shqipërinë e quan vend vëlla. Po. Tani shqiptarët kanë bërë më shumë për Turqinë se sa Turqia për Shqipërinë. Sepse 33 kryeministra bashkë sadrazam kanë drejtuar perandorin osmane në cilën e kam libri tjetër. Vezirë të mëdhenj. 28 kryeministra dhe me qindra general. Dhe mas tyre, erdhi ata turku me origjinë nga Golloborda, ndërtoi shtetin demokratik ligjor dhe laik Turqisë. Se ata turku është me origjinë nga Ema. Golloborda. Jati. Nga Jati? Nga Golloborda në Selanik, nga Selaniku në Stamboll. Sa i në Selanik ka jetuar? E vajti ai, po gjyshi ti se krau. Ecë Golloborda shtëpia është bësh ajo muzeumi. Ky nga Selaniku shkoi në Stamboll dhe vazhdoi gjithë akademitë u bë shef i shtapërgjithshëm. Ata turku është nga Golloborda. I Forës Prer. Unë kam hyrë në arshivat në Turqi, i Forës Prer. Foto tjetër? Edhe kjo bile nuk e shprete, po thonë se sërgjyshe sa është nga peja. Po, nuk të pyeta kohë. Duke qeshur e thashë ma bëri kështu mua. Sepse dhe ata turku... E ke pjutur? Sepse dhe ata turku djoj, nuk thosha se jam shqiptar. Por ama, gjithë bodyguardët e ti e morën dhe shqiptar. Nuk e thoshe që jam shqiptar? Jo. Po pëse se thoshe? Vetë thoshe dhe morë Shqipërinë. Qillerin që ke origjinë nga peja, që fa? Ja bëri kështu? Mos ma meri për kështu, sepse tani ka në moment fare. Kur shkonim me Hilton në Sheraton, se mene pjesë të ceremonit dhe në koktejet e ditës kombëtare të shteteve 110 ambasador, dhe të forcat armatosur 90 atashe ushtarak, pa 200 dhe ishim në Hilton në Sheraton. Kur vinë dhe kjo, janë dhe shpitarët, Sam Shekonte, Nasës Sënëz, Albajon,
dhe habiteshin si jeni zote koronel, dhe gjithë personel diplomatik habiteshin si ishte mundur që kjo kryeministre pikërisht ata shoqëtarë Shqipërisë. Pse? Sepse krijuam ato marrëdhënie bashkëpunimi të sinqerta, dashamirëse. Plus që gjaku duhet të jetë shqiptar. Foto tjetër.